Në zemër të komunës së Suharekës shtrihet Sallagrazhda, një fshat me histori, traditë dhe njerëz punëtor që ndër vite kanë ruajtur identitetin dhe vlerat e këtij vendi. Sallagrazhda njihet për mikpritjen, tokat pjellore dhe lidhjen e fortë të banorëve me vendlindjen. Edhe pse koha ka sjellë ndryshime, fryma e bashkëpunimit dhe dashuria për fshatin vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së banorëve. Gjatë viteve të fundit, fshati ka përjetuar investime në infrastrukturë dhe përmirësime të shërbimeve, ndërsa sfidat për zhvillim të mëtejshëm mbetën ende të pranishme. Për të mësuar më shumë rreth jetës në Sallagrazhdë, historisë, projekteve të realizuara dhe planeve për të ardhmen, Hisari Online zhvillon një bisedë me kryetarin e fshatit Isuf Sopaj. Faleminderit që keni gjetë kohë më armën na vizitu fshatin Sallagrazhdë. Po Sallagrazhdë si fshat e përshkruaj që me krahasu me vitet e kaluara para luftës, sot është jo asi po është një 70% më mirë. Është një fshat kulturor malor, është një fshat që përpara o marrë me bujësi, po tashti ma shumë me mërgim, me punë, kemi edhe punëtor, po është një fshat shumë i mirë. Po fshati Sallagrazhdë para luftës, kemi qenë me banor bukur shumë, po tashti me banor dikun sipas regjistrimit të fundit 2021 që vë, jemi dikun 970 banor që banoj këtu, 1300 dikun rreth 1300 janë mërgim. Po vitin e kaluar në 2025 e kemi pas një projekt kanalizimit që thëmë pe shkollës që u lidh me kanalizimin e fshatit, kur që ka një projekt bukurizorshëm një farë punë shumë e vështirë se ka puna e ujit, se është pjesa me ujit e ku është bazeni, edhe projekti më i madh u ka vitin e fundit qaj, që falenderojmë edhe Kuvendin Komunal edhe kryetarin Baliban Remi që na ka mundësua edhe e kemi të përfundu. Po sfidat më të mëdha në fshatet, sikur fshatet tjera, është që kemi mjet pak. Mërgimi është shumë i madh, të rinjt na kanë shku, edhe çdo sfidat janë më të mëdha. Po ka edhe puna se është punësimi, investimet, kapitali, investimet ekonomike, çto janë sfida më të mëdha. Se këtu e bujësisë në fshatin tonë, nuk është që është i kënaqshëm, me thonë që është i kënaqshëm që ka investime në bujësi, po kena disa fermerë që janë vyshëm, kemi edhe delev, të love, pula, fermat pula që punojnë me bujësi edhe ja dalin mirë. Për zhvillimin ekonomik është pak ma mangi, se për me zhvillu ekonomin du me pas buxhet, me pas përkraje, edhe për nivelli qendror edhe për nivelli lokal. Për zhvillimin turistik, na si fshat kemi bazenin, peshinën që kemi këtu në fshatin tonë, që vinë ma shumë turista që frekuentojnë fshatin tonë. Po sikur në vendet këtë Kosovën, të rritë kanë dëshirë për me investu për me ne vendin e vetë, se shkoka të shkoj si vendin tonë së në gjonë kërgun. Vendin të dhejët është shumë i dashëm. Na përshtaj kemi edhe mërgatën, që edhe rinia mërgatës kanë dëshirë marrë, po ata du me pas siguri. Mas pari siguria du më në shtetë, në vend, për marrë me investu. Ku s'ki siguri nuk i vinë investitorët. E qëto vërtërsia ma madhe, dëshira është e madhe, po ata e kanë dëshirë me investu, po du me pas përkraje për shtetit, me të bëjnë infrastrukturën, me të bëjnë siguri, atër do të me investojnë edhe vinë investitorët. Po, këtu jetojmë dy përkatësi fetare, përkatësia fetare katolike dhe islame. Këtu është toleranca shumë më madhe, se janë tri cene. Është dashuria, harmonia, toleranca. Këto lidhen edhe vjen deri te toleranca ndërfetare që qymë. Se ku s'ki dashuri, s'ki harmoni, nuk jena tolerancë. Dhe këtu kalojmë shumë mirë, kemi kishë, kemi xhamin, kemi muzeun, Fadir Vata, kemi gurin e lirisë, që kemi qitë me vetë financim, me vetë dëshirë, me vullnetin e qytetarëve ose bashkëfshatarëve të fshatit Sallagrazhdë. Mirë, me komunën e Suharekës, mirë, po na gjithmonë si qytetarë, kena edhe si kryetarë fshatit, kena qef me lypë ma shumë. Edhe tash sa mune me arrit, është e mira jonë.
Po edhe mira komunës që e kryen një punë. Është bashkëpunimi mirë, nuk kemi pas problem me asnjë kryetar, prej Mastutës si fshat. Tash puna buxhetit është tjetër sa mund me investu ose me dhënë. Po kërkesat kryesore banore është ala infrastrukturën nëpër rrugë, nëpër lagje, nuk i kemi kryer. Problemi më i madh është se kemi edhe ndërprerje të rrymës elektrike, kemi ndërprerje edhe të ujit pishëm. Kemi bazen kërkesa më e madhe është edhe. Është edhe kërkesë që është primare edhe ndriçimi publik. Po ndriçimi publik, po dëmon prish edhe kërkesa e banorëve është edhe ndriçimi publik. Kemi projekte, kemi projekte në komunë për me pranu, po projektin kryesore kemi rrugat e bazeni, ose në mema që është, aja është të bo për momentalisht, që është të bo me kuza, që e projekt është. Kena do projekte fushore, rrugë fushore që kemi që për me bo, të e projektit e fshatit. Sallagrajën si veçantë e bojmë që kena 4 monumente, që kemi Turrin e Lirisë, Muzeu Vadelvata, Xhamin, Kishën, po kemi të veçantë edhe ditën e fshatit, që kemi bërë që 3 vite bërë, është me 27 dhjetor, që vinë edhe me mërgata, është mes Krishtlindjeve edhe viti 3, e bojna me vetë financim që me 27 dhjetor, edhe ju i ftojnë pitashtit, marë me 27 është një festë shumë më mirë, qëtu në qendër bërët, bajmë ato adete dikush që të raki, dikush pije, dikush mbenze, dikush asi, po bërët shumë atmosferë shumë më mirë. Për banorët e fshatit, është një mesazh që me punu ma shumë, me qëndru vend në vetë, ka sfida, nuk është gjithmonë okej, po edhe mërgëmtarët më në ndihmu ma shumë, është ma mirë. Se sa t'jemi në të fort, janë edhe ata të fort. Na më konë dopë të ata të fort, se më ardhë ata, më në po neve kesha, të vini zemra e djegë. Edhe mërgëmtarët më në një mu, edhe si nga ka një mu gjithë. Edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës, është, se më thonë, një ambar i Kosovës. Që investoj në Kosovë, unë që e shohë dy, qenë të mira, tash të mira janë këtë, po dy që i veçej si veçantë. Një që po investoj në Kosovë, po marrojnë ka një shtëpi këtu, është shumë mirë, se vend në vetë me marrë shtëpi, edhe dyta që martohen me shqiptarë. Që martohen me shqiptara, në mes veti është shumë mirë, që mes më në shku as qikat, po as djemë dikun vetujt. Kjo unë e shohë shumë mirë. Në 90%, 95% është kjo të shqiptarët është shumë mirë. Kjo është historia e një vendi që vazhdon të ecë përpara, duke ruajtur traditat dhe duke ndërtuar të ardhmen me punë, përkushtim dhe shpresë.